Gjendemi në ishullin e Shurllahut, që dikur në mesjet është quajtur qyteti i Sardës apo latinisht Sardanensis, i cili jetën e vet e përfundoi gjatë pushtimit osman u shkatru krejt, siç po shihni edhe sot. Gjendemi pranë katedrales Shënmërisë të Shurllahut. Këtu, gjatë pushtimit osman, ditën e Pashkve, fest Pashkve, tu celebru mesha. Dikush nga Venalit është korruptuar nga komandanti i ushtrisë osmane dhe është hap dera e qytetit për të hyrë ushtria osmane. Këtu kisha ka qenë plot me besimtar, kanë ndry me derën, vun flakën kish, se dhe i kanë ndjek gjithë besimtarët mrenë, ku mush me i pa dhe sot pas 500-600 vjetë dhe ata kocka eshte njerëzish. Këtu i ke këtu shihi, edhe i ke këtë kock njerit edhe më të madhe. Gjithë ku i ke në për tavan kocka. Fatkeqësisht kështu është kjo. Tavani e për mkakën ndërtua pas periudhës komuniste, domethënë gjatë periudhës demokracisë viteve 90, por siç duket është ndërtuar shumë keq edhe kjo do të bien. Por rrezikojmë edhe na këtu që kena hinë. Po. Hajde hiqim.